Pa buxhet të mjaftueshëm, pa hapësira, pa sallë për të vendosur në skenën shfaqje dhe pa aktorë të mjaftueshëm, në këto kushte mbijeton Teatri i Gostivarit tashmë 6 vite nga themelimi. I pyetur se si është i mundur funksionimi në këto kushte, drejtori i këtij institucioni të kulturës, Sulejman Rushiti, përgjigjet: shtrim këmbët aq sa e kemi organin. Buxhetet nuk janë të kënaqshme, megjithatë me një koqërllëk mund të realizojmë. Sigurisht që arti sa më shumë përkrahet, produktet janë më të mira, domethënë mund të zgjerohen, mund bëjmë spektakle më të mëdha, me më shumë personazhe, me më shumë dekor, me më shumë kostume, kështu me radhë. Po ne do të mundohemi që të bëjmë ato që i kemi, domethënë siç thot populli, të shtrim këmbët aq sa e kemi organin dhe të bëjmë më të mirën me kushtet të cilat i kemi. Ky institucion që nga themelimi i tij funksionon pa hapësira, gjithsesi është vendosur në disa zyra të ish Radio Gostivarit, të cilat ndodhen pranë qendrës për kulturë. Nuk ka sallë provash as skenën e vet. Shfrytëzohet ajo e qendrës për kulturë, e cila po ashtu është pa nxemja ndër vite, për çka shfaqet luajnë vetëm kur jashta bën mot me diell dhe pushime verore, aktorët e Teatrit të Gostivarit janë të obliguar t'i kalojnë në punë. Ajo që është më e rëndësishme dhe për cilën unë përsëri vazhdoj që të këmbgul është zgjidhja e çështjes hapësirave, e cila determinon edhe ritmin e punës së Teatrit të Gostivarit. Domethënë ne fatkeqësisht punojmë kur fillon të ngrohet koha, pastaj siç gjithë teatrat të tjerë verës shkojmë për pushime dhe e shfrytëzojmë vjeshtën derisa ftohet koha. Pra nxemja është një çështje që duhet zgjidhet sa më shpejt dhe hapësirat e nevojshme për të funksionuar ne si teatr, që të mos kemi pengesë, domethënë mos ndalojmë punën vetëm për shkak të mungesës së hapësirave. Edhe numri i aktorëve nuk mjafton, nga 37 të punësuar, aty vetëm 11 janë aktorë, thot drejtori Rushiti. Ne jemi gjithsej 37 të punësuar, nga të cilët vetëm 11 janë aktorë, nga të cilët 7 janë aktorë shqiptar, 3 janë aktorë maqedon dhe 1 është aktor turk. Pra flas për gjuhët e para të cilat ata i flasin, sepse aktorët shqiptar kryesisht janë angazhuar edhe në të gjuhë dhe në maqedonisht, apo aktori turk mund të luajë në një rol të vogël edhe shqip, po kur flas për gjuhën e parë të tyre amtare, në cilët se teatri është specifik, në teatr gjuha duhet të jetë gjuha e folur duhet të jetë si më thonë, siç thonë këta që shkojnë në Gjermani e nivelit C. Ditë më parë gjatë një vizite pune në Gostivar, Ministri për Kulturë dhe Tregti Zoran Lutkov tha se së shpejti do të formohen grupe punuese për të gjitha institucionet kulturore në Gostivar që të fillohet me zgjidhjen e problemeve të tyre, për të cilat edhe ishte i vëjdishëm se janë të shumta në numër, mesin e tyre edhe sigurimin e hapësirave për teatrin e Gostivarit.